A është duke u trënditur një nga emrat më të fuqishëm të biznesit në Shqipëri? Sipas portali online Timoni Pital, një lajm që po qarkullon me shpejtësi, ka ndezur debate të forta. SPAK ka vënë në hetim Samir Manen, biznesmenin që prej 30 vitesh konsiderohet si një nga njerëzit më të fuqishëm të tranzicionit shqiptar. Portali raporton se hetimi lidhet me dyshime për pastrim parash, të cilat thuhet se po verifikohen në sektorin e ndërtimit dhe në sistemin bankar, dy fusha ku, sipas Timoni Pikal, mund të jenë kanalizuar shumator të mëdha parash të pajustifikuara. Sipas burimeve që portali pretendon të ketë, grupi special i SPAK analizon transaksione, struktura kompanish, lidhje me tendera publik dhe vendimarrje qeveritare. Madje, ata raporton se hetimi po kalon në fazën e dytë, atë ku mund të ndërmerren masa shtrënguese deri edhe në arrestim nëse akuzat konfirmohen. Nëse kjo ndodh, sipas Timoni Pikal, do të ishte rasti më i madh i goditjes së oligarkisë ekonomike në 3 dekadat e fundit dhe goditja më e fortë që SPAK ka bërë ndonjëherë ndaj një biznesmeni të këtij niveli. Por pyetja e madhe që ngre ky raportim është, a është Shqipëria në prag të një përballje të re mes SPAK dhe pushtetit ekonomik? A do të shkojë ky hetim deri në fund, apo do të shuhet si shumë të tjera më parë? Këto janë thjesht pretendime të një portali informativ, e vërteta do të dalë vetëm kur SPAK të flasë zyrtalisht.